Egli i rrëfet gjestit, ja çfarë më than prindrit para se të rikthehesha në shtëpi. Në një bisedë me Gjestin, Egli është shprehur atij se prindrit e mi nuk të urrejnë ty. Janë njerëz shumë të butë dhe nuk janë njerëz që thonë mos guxo se ne të mbyllim derën. Ata thonë që të shkosh ti të lejosh dikë, unë nuk e lejoj kur, më ka thënë babai im. Kanë tentuar shumë që unë të mos vija këtu. Natë e ditë, mua nuk më linte gjëja ime se si hyra e dola e shkatruar. Ata u lutën natë ditë që unë të ikja prej kohësh nga këtu. Nuk flinin gjumë natën, meraku i tyre kam qenë unë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.